Çka mundet me bën njeriu në xhami? Dhikr. Ama mos me marr telefonin me vet. Ose me lexu Kur'an. Se në momentin që e ke telefonin me veti, i lexon një faqe Kur'an e 3 faqe në Facebook. Problema telefoni, po. Apo unë për vetë jam duke folur. Absolut. Unë po flas për vete, se askush nuk kam angel, as me lart. Po, ne. Se cili kena gabimet e tona. Lexon Kur'an, Ramazani dhe Kur'ani, ose 24 orë që dhe Kur'ani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka preferuar që një në muajt, për shembull, mirë në fenë islame me bë hatme, me përfundu. Khatme, do të thonë fillim dhe mbarim me lexu Kur'anin që i ka 6666 ajete. 114 sure. E lexu. Ama Ramazan ma shumë. O një hadith që thot Muhammed Islam tregon, po Gjibrili alayhi salam, hadithi kutsi, thot vinte te Gjibrili edhe shkonte te Muhammed Islam dhe kanë lexu bashkë Kur'anin dhe e kanë komentuar, e kanë medituar. Se nuk puna veç me lexu. E ke marrë një libër e ke lexu, edhe unë tham, a ka mundësi më na shpjegoj, valla pa, ti nuk mbaj mend asgjë. Edhe Kur'anin, nuk është veç me lexu. Është mirë me lexu dhe me kuptu, me meditu, me analizu, me shpirt, me mendje, e pastaj edhe në vepër. Me lexu do të thonë çka ka thonë Allahu. Është mirë me lexu Kur'anin në muajin Ramazan. A nëse shkon në xhami, s'keve çka mirë është tjetër. E ndëgjon hoxhën, hoxha nuk flet 3 orë aty, 5 orë. Nuk e lodh xhamatin. Në bazë xhamatit, sipas vendi ku vendi. Xhamatin e shef që u ka lodh dhe ndërpret. Gjithçka në rregull. Po ti as ke kohë me lexuar 2 faqe Kur'an. 2 faqe, 3 faqe, 5 faqe. Pasha Allahun, veç në Ramazan, sa rrim telefon, me qenë se lexojmë Kur'an, ka 10 hatme se cilivan. Sa analiza, unë nuk do të thonë që kanë, sa rri njeriu brenda 24 orëve në Facebook, në rrjetet sociale. A ka ndonjë analizë? A ka s'ka? Ka. Po sa, profesisht? Ty kon thënë 8 orë, 9 orë, 10 orë. Mendoj që shumë, po çek 4 orë. Por mendoj prej 4 orëve veç 1 orë brenda kësaj me lexu Kur'an. Po çka ndodh? O, qetësohet shpirti, jo vëlla. Shumë probleme. Pasha Allahun, po ne kena probleme shpirtërore. Kena probleme psiqike. Jo psiqike, kena problem po psikologjike ta them. Se psiqike mos ke kuptomi. Do thonë se njerëzit kanë lujt mens. Jo. Se ai që lun mens nuk rrin Facebook. Po valla. Ai që lun mens nuk e di dhe punën se ne gjejnë. Këtë qefët di mi bë, kur vjen koha me fal namazin, ki po një vallave jam lodh, Ramazani po më lodh. A nuk të lodh natën me nejtë në kafe, të lodh me shku në xhami. Nuk të lodh kitë qefet tona me i bom natë e dit, e lodhësh me lexu Kur'an. Kur flasë kështu, vetës jam duke i folë. E pas të tjerë. Në thonë, Ramazani më 24 orëve, bilet një faqe me lexu Kur'an. Nëse s'kemi kohë, mundësi ma shumë, një faqe. Por nëse s'mundesh me lexu, po në dëgjojeve, merë telefonin ose televizionin ose YouTube. Po shfrytëzoj YouTube-n. Jo valla, jobe se rrjetet sociale kanë edhe mundësi të mira të japin. Edhe hajër kati. Po ndajë një hoç që e këndon Kur'anin kështu dhimbshëm. Pak derdhlot. A e zemra jote pak, se zemra e butë. Nuk ka njeri që e ka zemrën e fortë. Zemra prej gurit e prej mishit. Prej mishit. A bëhet guri? Bëhet guri. Si bëhet? Nuk falesh, nuk ke lidhje me familje, nuk ke lidhje me Zot, nuk ke lidhje me sadaka, me bamirësim, vallai, më i fortë se guri.